Atëherë kjo certifikat mirënjohje I jepet Claudio Cecchini, trajnerit Tërbuni Boks. Claudio bashku me Emilianon kanë bërë mujtën nëpërmjet mundësive që janë kriju që me një vit e gjysmë përpara me kriju ekipin Tërbuni Boks. Këto janë dy vëllezër Cecchini, trajnera, janë edhe kampiona, kështu që mirënjohje shkon për krijimin e Tërbunit Boks, por edhe për arritjes që po zhvillon sot në këtë kampionat kombëtar të boksit. Urime edhe suksese të mëtejshme. Atëherë faleminderit gjithëve, mirë mbrëma, faleminderit gjithëve. Përshëndesim kryetarin e federatës, presidentin e federatës, Frent Kalivopulli. Përshëndesim Alban Beqierin, kryetarin e bashkisë PUK, zotin Rok Doda. Përshëndesim gjithë ekipet që janë kanë pjesëmarrës, gjithë sportistat, ishte një kampionat me të vërtetë I bukur. Dhe shpresojmë që boksi në Shqipëri të rritet sa më ne. Faleminderit.